Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma miqtë on tok. Kam të ftuar sonde një mike të emisioneve dhe njëkohësisht një vajzë të re, drejtoresë kësaj radhe, drejtuese e Partisë Socialiste në Shkodër, që është Kesi Spahia. Kesi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ishte detyrim sepse sigurisht Kesi ti ke marrë një detyrë të rëndësishme. Je drejtore e postës shqiptare. Dhe posta shqiptare, sipas meje, është një nga pikat nevralgjike e shërbimit të njerëzve. Është një pikë nevralgjike e cila sigurisht të nderon, por kur vepron keq edhe turpron. Unë sigurisht jam i bindur që ajo është duke vepruar mirë dhe ka përmirësuar shumë shërbimet e saj në mënyrë definitive. Po tash edhe me një drejtuese si ju, merr mendje dhe uroj që do ta bëjnë më mirë. Si e prite emërimin edhe si erdhi ky emërim, Kes? Një ndër privilegjet që unë mund të kem pas gjatë tan këtij viti, dhe mund të them që ky vit ka qenë goxha intensiv në mundësitë që më janë dhënë, ka qenë edhe posti i drejtueses postës shqiptare filialit Shkodër. Është një përgjegjësi e madhe, duke qenë se është një institucion që në thelb ka shërbimin ndaj njerëzve dhe gjithë ato institucionet që kanë drejt për drejt komunikim me qytetarët, kanë ato vështirësitë e veta për hir të gjithë mekanizmave që ka puna. Është përgjegjësi e madhe dhe ka marrë me një lloj vendosmërie që normalisht çojmë përpara punët e mira që janë bë, por normalisht edhe për të përmirësuar ato pikat delikate që posta ka si institucion ka pas ndoshta edhe në gjatë historikut saj, për shkak ndoshta jo vetëm detyrimisht problemeve të brendshme të postës, por për hir gjithë sistemit që posta funksionon, duke qenë se ne jemi një institucion që bashkëpunojmë edhe me institucione tjera dhe nuk është jemi autonom në gjithë menaxhimin e punës tonë. Ajo përgjithësi që sigurisht është ngarkuar në një moshë të re, por me një eksperiencë politike, po themi, po do bisedojmë pak më vonë tënden. Dhe njëkohësisht këtë punë tash, këtë drejtim të punëve e ke edhe duke qenë edhe bashk kryetare e Partisë Socialiste. Pyetja është normale edhe nga ana ime, po edhe për të tjerët. Kesi, si e përballon edhe njëkohësisht si i ndan njërin nga tjetra? E ndajmë me pjesën orarit zyrtar. Unë nga ora 8 deri në orën 4 jam drejtuese e postës Shkodër, mbas orës 4 edhe deri në orën 8 ditës tjetër jam kryetare e Partisë Socialiste Shkodër. Njëkohësisht vazhdoj Doktoresha? Metet gjithmonë doktoresha, njëkohësisht pjesën e pasdites e shfrytëzoj për të ushtruar profesionin tim. Në fund ditës unë vazhdoj të kem statusin e doktoreshës, edhe është një status që nuk besoj se do ta heqi gjatë gjithë jetës time edhe në vazhdim. Pjesa e pozicioneve si drejtuese e postës ashtu edhe kryetare e partijës janë pozicione kalimtare, ku normalisht unë bëj më të mirën dhe po përpiqem të bëj më të mirën dhe të jap maksimumin në këto detyra që më janë besu. Por statusin e doktoreshës do të vazhdoj ta marr edhe unë akoma prezantohem në rrethe tjera jashtë pozicioneve të partisë apo të postës si doktoresh. Si gjete postën? Çfarë mendoje? Gjete atë që mendoje apo ishte shumë e ndryshme? Është një funksion i rëndësishëm, por edhe funksion drejtues. Çfarë bëri përshtypje? Pastaj po bisedojmë edhe dhe si u arrit kjo punë. E kam pa gjithmonë institucionin e postës si një institucion dinamik nga jashtë, gjithmonë si qytetare për hir gjithë mundësive dhe shërbimeve që institucioni i postës ofron për qytetarët. Ka qenë një institucion që unë nga larg kam pas shumë pak informacion për gjithë në mekanizmi që ka institucioni i postës dhe ka qenë pak i larg në atë përditshmërinë time të më përparshme. Ardhja në këtë detyrë normalisht më ka bërë që të futem pak më në brendësi të detajeve dhe ndoshta edhe të problematikave dhe kam konstatuar që ndonjëherë problematikat që shikohen si qytetar jo detyrimisht janë problematika të nxituna prej keqdashjes apo mos dëshirës për të ofruar shërbimin nga institucioni. Kështu që është kompleks, është shumë dinamik si institucion, çdo ditë ka diçka të re dhe vetë sistemi i punës është i atill që ti një punë duhet ta marrësh brenda atij 24 orësh, nuk ka se ke mundësi që ditën tjetër të kthehesh mbrapa për të riba një punë që është dashur mu bë një ditë më përpara. Kjo në njëjtën kohë pastaj shton edhe përgjegjësinë si të punojësve, patjetër, po edhe temën edhe të administratës në drejtimin e gjithë punës, duke qenë se ti duhet japësh maksimumin gjatë asaj dite
për të bërë punën e caktuar. Ke pa problemet logjistikës, problemet organizimit, apo probleme, megjithëse unë po përsëris edhe një herë, është përmirësuar shumë puna e postës, e vërtetojmë për ditë. Do bisedojmë edhe për një pjesë të rrallave dhe në mënyrë edhe artificialitetin e krijuar tyre, por edhe atë që është si problematik. Por pyetja është logjistika, organizimi, vullneti, ke evidentuar probleme të tilla? Unë mendoj se ndonjëherë qalimi në ofrimin e shërbimit është kompleks, nuk është se ti mund ta ndash për këtë. Definosh kaq mirë. Besoj ndoshta pak nga të gjitha ndikojnë në tërësi, në gjithë panoramën që ka ofrimi i shërbimit. Por janë edhe ndoshta pika të dobta që me pak punë edhe vullnet të përbashkët kuptohet. Kjo është një punë grupi, punë ekipi, nuk është se unë mund ta bëj vetëm. Dhe besoj që mund të përmirësohen. Edhe me ndryshime ndoshta shumë të vogla, arrin ta ndjesh përmirësimin ata që thatë ju në përmirësimin edhe të ofrimit shërbimit të qytetarëve. I ke njohur gjithë punojësit ose punojësit në përgjithësi, po punojësit sepse sigurisht ju keni shumicën gra, vajza. Posta është institucioni i madh, është i shtrirë, gjithë filiali i Shkodrës pra përfshin është i shtrirë gjithë qarkun e Shkodrës, përfshin 5 bashki, bashkinë e Shkodrës, Malësia e Madhe, Vaudejs, Pukë dhe Fushars, dhe rrjedhimisht edhe shtrirja si gjeografika ashtu dhe burime njerëzore është e madhe. Normal. Kam arrit takoj pothuajse gjithë punojësit në gjithë filialin. Sot kisha një takim në degën e Malësisë të Madhe, pa një takim edhe për pjesën e riorganizimit të punëve. Por si që thatë edhe ju, besoj 80% e punojësve me shifra janë gra dhe 1% e pak më e vogël janë burra. Pra ne etiketohemi si një institucion grash. Por prap, unë duke qenë një vajzë që kam qenë gjithmonë aktiviste dhe në fushë, më përpara, në fusha që lidhen me gratë, jam e kënaqur që kam mundësi të punoj me gra dhe të promovoj gra. Normal. Ajo që desha të pyes tash është problematika. Shpeshherë jemi mësuar që ti randojmë ndonjëherë fjalët, por po themi puna kryesore, sepse problematika është puna kryesore. Ajo që duket është vizive, qartësisht. Është rralla. Zakonisht ajo rrallë tash fillon edhe të dëmton një fije në këtë imazhin e fillimit. Po pastaj arsye e rradhës duhet gjetë është shërbimi, është mungesa e shërbimit, është ajo që thash logjistika, është dëshira e njerëzve për të qëndruar në rradhë, nganjëherë nuk e di se cila prej tyre, por çfarë ke evidentuar për shembull për pensionet ose edhe për shërbimet e tjera. Po t'jap një shembull shkurt, sa për tash. Do të paguaj një 2 herë disa shërbime, jo gjoba se s'marr në gjatë madhe, po një shërbim tjetër, pagese. Edhe pikërisht në rrallë kishte bërë rralla, megjithëse kishte disa sportele, janë vetë njerëzit që bëjnë nganjëherë konfuzion, sepse sigurisht kanë një problem tyre, kanë hallet e tyre, ndoshta i vjen keq që paguën gjobën, nuk e di, është zemëruar për i shfryen edhe punojësës. Në këtë pikë fillon edhe në një farë mënyrë fillon edhe problemi në dukje i madh. Megjithatë, ky është momenti, rralla. Rralla e kujt edhe pse? Kesi, çfarë ke kuptuar deri tani? Për një parantezë, kur kam qenë jashtë institucioni, pjesën më të madhe të vëmendjes posta e merrte ndoshta edhe mediatikisht për rrallët e pensionit. Duke qenë se pjesa kryesore ndoshta e ofrimit të shërbimit që ne ofrojmë si institucion është edhe dhënia e pensioneve. Eksakt. Dhe kjo është një problematikë që deri diku edhe më shumë nxitet për t'u dhënë se sa ekziston. Ne kemi një grafik ditor, një renditje të pensionistave, ku normalisht kemi edhe një prioritet ndaj pensionistave, dhe në ditët e para, patjetër edhe në varësi të dosjes që pensionistët kanë, e cila ne na vjen e gatshme nga sigurimi shoqëror. Siç vinë edhe parat. Siç na vinë edhe parat. Ka një prioritet për pensionistat që janë invalid, apo kanë probleme tjera shëndetësore. E marrin ato të parat, po themi. Ato kanë prioritet në ditët e para, pra ditët e para kur fillon ndarja e pensioneve të muajit, këto kanë prioritet, pastaj janë edhe pensionistat e moshës së tretë, pra që ne i konsiderojmë pak më të vjetër kundrejt gjithë pensionistave, cilët kanë një prioritet. Dhe rrjedhimisht çdo ditë ne kemi një grafik të përcaktuar dhe detyrimi i punojësve të postës është që të respektojnë grafikun dhe t'i ofrojnë mundësi pensionistave vetëm të asaj dite të marrin pensionin. Për hir të faktit që ne edhe
shuma buxheti që na vjen ditor është i mirë përcaktuar për të qenë korrekt me pra, nëse janë 20 pensione të këtyre të moshave më të thyera, ato 20 pensione. Ato 20 pensione mund ndahen. Ndonjëherë kemi edhe ndoshta vonesa, ka pensionista që vinë dhe marrin më shumë se një pension, pa pensionin jo vetëm një muaj, por ne e konsiderojmë si pensione shumë muajshe. Dhe ideja për t'i ofruar shërbim brenda ditës ne na detyron që të rrisim buxhetin për që ato të kenë mundësinë të marrin atë pensionin shumë muajsh. Por janë procedura teknike që normalisht hajnë edhe kohë, kanë nevojë për kohën e tyre, edhe ndonjëherë ndoshta edhe ne si popull kemi pak tendencën që të shkojmë dhe t'i kryjmë gjanat më shpejt edhe ndoshta duam të marrim shërbimin kur ne e dojmë. Por duke qenë se ne flasim për institucione shtetërore të cilat ka një rregullore të brendshme dhe kanë disa rregulla, ndoshta edhe ndërinstitucionale, ne detyrohemi që t'i qëndrojmë komfort atyre rregulloreve dhe marrëveshjeve që kemi qoftë edhe me institucionet e tjera. Duke qenë se prapë siç e thotë edhe ju, Posta është një institucion që thjesht ofron shërbim edhe është ndërmjetës mes sigurimeve shoqërore dhe qytetarëve. Pra ne të ardhunat na vinë nga institucioni i sigurimeve shoqërore dhe ne thjesht bëjmë pjesën e shpërndarjes. Pra, shpeshherë mund të ndodhi që grumbulli i pensionistave që sigurisht të vjen keq, bëhet edhe sepse mund të kenë dëshirën të marrin pensionin më shpejt, apo se është vonuar pensioni i tyre. Ndodh që mund vonohet pensioni i tyre ndonjëherë? Pensioni del automatikisht në ditën e përcaktuar. Që s'ka pse vonohet. Po, e vetmja vonesë që është thjesht çështje praktike, duke qenë se ne të ardhunat i marrim nëpërmjet bankës dhe është thjesht logjistika, pra vonesa e lëvizjes. Si afrohet pensioni ndryshe? Çfarë metodash tjera që mund të afroni ju më komode për pensionistët? Një ndër mundësi që ne ofrojmë është pensioni në shtëpi. Pensionistat kanë mundësinë, drejten të marrin pensionin në shtëpi dhe unë e shikoj si një mundësi shumë të mirë për alternativa më e mirë, sigurisht vjen në shtëpi ai tjetri. Sepse po kjo funksionon ndoshta për pensionistat që jetojnë atë banesë, përjashton një farë mënyrë pensionistat që mund të jetojnë jashtë apo jetojnë tek shtëpitë e fëmijëve dhe nuk janë në adresën e tyre rezident, në adresë duke qenë se pensioni duhet i dorëzohet drejt për drejt pensionistit dhe të firmosin momentin e dorëzimit. Eksakt. Kjo, por sidoqoftë ka hapësina për përmirësimin e gjitha këtyre problematikave të vogla dhe unë ja ofroj gjithë pensionistëve që kam taku kohët e fundit, ja jap si mundësi për hir shumë faktorëve, qoftë për t'u larguar rrallëve, qoftë ndoshta edhe për të ul kontaktin e madh me njerëzit kur shkojnë në përzyra, të marrë parasysh edhe moshën, edhe ndoshta këtë periudhën e dimrit janë këto problematikat e po dhe periudha e verës është nxehtë, në dimër këto. E njëjta gjallë. Kjo është një mundësi shumë e mirë që pensionistat kanë. Ka alternativë të shkurtuar të një shërbimi ose mendoni që të ketë një alternativë më të digitalizuar, apo është problem edhe me moshat kjo punë? Ne po përpiqemi me ndrimin e administratorit dhe po ndërtohet një platformë apo një strategji ndoshta pak edhe më digjitale për përmirësimin e këtij shërbimi, po ashtu siç edhe unë edhe administratori i ri, sapo ka marrë detyrën edhe jemi në fazën edhe të studimit edhe të riorganizimit, por patjetër problemi i ofrimit shërbimit ndaj pensionistëve është një problem që ngjelet edhe tek ne si drejtues, edhe jemi gjithmonë në fokus për të bërë më të mirën e ofrimit të shërbimit ndaj pensionistëve. Do t'i marrin shpërblimet që jeton ose bonusin, shpërblim. Është fjalë vjetër. Bonusin, sigurisht e kanë marrë edhe këta që ju dërgohet në shtëpi. Bonusi i funditit ka filluar të shpërndahet që me datën 1 dhjetor të këtij muaji dhe përfitojnë të gjithë pensionistët. Bonusi ka një ndarje përkundrejt vlerës që ka pensioni, pra nëse pensionistat kanë një pension nën 20.000 lekë të reja apo 200.000 lekë, përfitojnë 150.000 lekë të reja, 150.000 lekë të vjetra bonus, ndërsa pensionistat që kanë pensionin mbi 200.000 lekë përfitojnë bonusin 100.000 lekë të vjetër. Patjetër që bashkë me pensionin e këtij muaji, për ato që marrin pensionin në shtëpi, i bashkangjitet edhe bonusi dhe e kanë. Pra të rrinë pa frikë se do ta marrin edhe brenda. Kjo problematik e kam shpesh mbi telefonata që a do na vi bonusi bashkë me pensionin, po. Pra ai që e ka 200.000 lekë do të marrë 350.000 lekë të vjetra. Po, në paketat. Do t'i bashkangjitet. Por ajo që unë du të theksoj është bonusin gjithë pensionistët mund ta përfitojnë deri në qershor të vitit 2026. Pra gjithë ato që duan ta përfitojnë bonusin, duhet ta tërheqin brenda këtij afati kohor, sepse kështu është e përcaktuar dhe kjo është mundësia që ato kanë për të përfituar bonusin. Profesionalizmi edhe
korrektesa në shërbim, Kesi. Je marrë me këtë punë apo është herët akoma? Te punojësit po themi e drejtorisë tënde, qendrës punës. Ndërmarrje si kemi thënë ne kur në kohën tonë. Një ndër pikat e para që unë kam filluar të ndërhyj është edhe ofrimi i shërbimit dhe mënyra se si ofrohet shërbimi. Thashë më përpara, duke qenë një institucion që ne kemi drejt për drejt komunikim me njerëzit dhe ofrojmë shërbim të përditshëm, gjithë zonjat pjesa më e madhe që ofrojnë shërbim në sportele janë kontakti i parë ndoshta dhe i vetëm që qytetarët kanë me institucionin e postës. Dhe çësia që ato kanë ndaj ofrimit shërbimit është ajo çka ato janë sigurisht ato paraqiten, ajo është posta praktikisht. Eksakt. Dhe unë e kam theksuar shumë që mënyra se si ato ofrojnë shërbim, jo se ka pas diçka që nuk shkon, por besoj se ka gjithmonë hapësinë për përmirësim. Sigurisht. Dhe unë i mshaj dhe i vazhdoj të mshaj fort mënyrën se si ato i qasin ofrimit shërbimit. Dhe besoj që për hir duke marrë parasysh gjithë ndoshta dhe vështirësitë që ato kanë në përditshmëri me popullin, është një kontakt i vazhdueshëm edhe ka edhe ajo pjesën e vështirësive të veta në mënyrën edhe qoftë edhe të komunikimit që gjeni ndërsjellët, po bëjnë më të mirën për t'i ofruar shërbim. Sigurisht, sepse normalisht janë njerëz edhe ato punonjës janë, por nuk mund t'i shkelësh, kështu, kanë drejtat e tyre edhe ato. Edhe aty në radhë mund të qëndrojnë edhe 1, 2, 3 cilët mund të jenë stres për vete. Ajo punonjësa duhet i përballoj. Këto gjëra sigurisht i njihni, i merrni. Krahas asaj që mund të jetë në një punonjës i panërgjeshëm që nuk reflekton të gjithë, po themi, drejtorinë. Mund qëllon, nuk është një problem i madh kjo punë, qëllon. Por ama për ditë mund të kesh kontakt edhe me njerëz cilët kanë hall stres, janë stres ose është edhe njëri i keq, duhet më e pranu si edhe të bën sherrë shamat në shërbim. Këto i njihni, i trajtonin si problematika? Patjetër, për sa kohë që ne kemi ndërlidhje me komunikim. Keni sistem verifikimi në këtë. Patjetër, por se thash, kontakti është mes dy qenieve njerëzore që kanë ndjeshmëri dhe kanë mendime. Dhe siç njerëzit, duke qenë se ne edhe ndoshta punojmë me kategori pak delikate si që janë pensionistët, apo invalid, apo njerëz që kanë probleme sociale dhe kanë ngarkesat e tyre për hir të moshës, për hir problematikave shëndetësore, familjare, edhe ndoshta edhe çësia e tyre është pak më delikate përkundrejt punonjësve, por në të njëjtën kohë kanë përballë prap zonja apo qoftë edhe burra që kanë problemet të tyre, ngarkesën e tyre dhe ato përpiqen maksimalisht që kjo të mos reflektohet në ofrimin e shërbimit, por prap thash ne punojmë me njerëz, asnjëra nga palët nuk është makineri cila vepron në mënyrë të kodifikuar dhe për sa kohë marrëdhënia është ndër njerëzve priten edhe diskutime ndoshta edhe problematika të vogla kundrejt kësaj. Normal. Çfarë shërbime tjera afroni? Çfarë bën tjetër posta shqiptare? Posta shqiptare në thelbi dhe imazhi i postës është ofrimi i shërbimit të pakove edhe të ndarjes zarfave apo dokumentacioneve. Por normalisht tek posta shqiptare përveç marrjes pensionit kanë mundësi që njerëzit kryejnë pagesa siç janë pagesat e OSHE-s, të ujit, pagesat të taksave të bashkisë, të hipotekës, të xhobave, ka shërbime komplekse dhe ne po mundohemi që të rrisim akoma më shumë gamën e shërbime në mënyrë të tillë që njerëzit në një lëvizje, pra duke theksuar që dhe ngarkesa në përditshmëri e njerëzve është e madhe, në një ardhje në post kryejnë një gamë. Posta është eficiente, është fitimprurse apo vazhdon të jetë debit i shtetit? Ne jemi SHA, edhe duke qenë SHA kemi mekanizma të tjerë të organizimit, por unë besoj që ka akoma hapësirë për përmirësim në rritjen e të ardhurave. Mund të ketë edhe ide tjera për funksione tjera në kohën e modernitetit, në kohën e rrjeteve, në kohën e posta është e njësuar në këto drejtime, është një farë mënyrë edhe digjitale, ka shërbime. Po, posta ka një aplikacion nëpërmjet të cilit mund të marrësh të njëjtin shërbim siç kur e merr edhe në sportel. Por kjo vjen ndoshta për një moshë pak më të re, cilët kanë ndoshta edhe më lehtësi në aksesimin e aplikacioneve dhe në aksesimin e teknologjisë, por është një mundësi shumë e mirë edhe për gjithë ato që kanë mundësi dhe njohuri në përdorimin e teknologjisë për të kryer. Duke paguar direkt. Sot nëpërmjet telefonit, tabletave, laptopit arrin të krysh gjëra edhe më të mëdha se thjesht një pagesë. Je për pagesën ke sporteli,
apo sipas te dal nga dal duhen eliminuar sportelet. Unë Se mendoj një farë mënyrë kjo bjen nesh masalan edhe me sasinë e punësimit. Por mund të dalin element tjerë të cilët mund të bëjnë po njëjtin punësim pastaj. Gjithmonë sipas meje asnjëherë nuk është se këtu mungon modernitet punësimi, do largohen se do hapet një sektor tjetër. Ju si jeni me sportelin, pavarësisht se unë jam për një sportel të edukum. Kur sporteli ka përballë një sporteliste, po themi, është fjala pak e çuditshme, por kështu funksionon. Të edukuar të mirë, e cila përgjigjet është një gjë e mrekullueshme. Por kur sportelin ke 200 vetë në radhë, një sporteliste është problemi i madh mëse. Ti për çfarë je në këtë drejtim? Unë jam shumë pro teknologjisë, por në të njëjtën kohë mendoj që ne akoma nuk e kemi arrit nivelin, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, që teknologjia të zëvendësoj njeriu, edhe ka gjithmonë anekse që njeriu arrin duhet funksionoj papa, normal. Dhe heqja e sporteleve ose qoftë edhe reduktimi i tyre për momentin nuk e shikoj drejt për drejt si një mundësi e mirë për ofrimin e shërbimit, pra për të kthyer tek ajo që ne punojmë me një kategori që janë pensionistat dhe aksesimi i tyre në rrjetet sociale apo në teknologji është i vështirë, është pak më i vështirë dhe nuk e arrin dot. Prap kontakti me njerëzit dhe me punojësit shumë eficient mendoj unë për momentin. Patjetër do të ketë Njëherë shikoj shkretet që janë në celular të vetit. Të shiplak jam edhe unë, po një farë mënyrë, hajte, kam marrë vetin për këtë punë. Por nuk është fa i tyre, pse është ky moment, duhet ju aja për shërbimin. Janë edhe një brez i rritur një kohë jo teknologjie dhe ndoshta prind ton sot je i detyruar të bësh shërbim, ai ka dhënë kontribute derisa ka ardhur në atë ditë, natyrisht diku ka punuar, kështu që do t'i japë shërbim. Po keq, me gratë që i ke punët atje, punojnë në përgjithësi edhe me që me shumicë gratë, dhe më thanë, ajo që bëj unë zakonisht, është kem pro, si me thanë, jo pro grave, në gjithë jemi pro grave. Problemi është që pro edhe zgjidhjes problemeve tyre, duhet ta besojmë dhe duhet ta respektojmë. Është gruaja ajo që vepron edhe në shtëpi. Domethënë është dy fishe ngarkuar. Në këtë drejtim filluave ti njohësh të gjitha të kuptosh se kush është funksioni i tyre, çfarë punë të bëjnë aty, si kanë ngarkesat, apo dal nga dal fillon kjo punë. Po, pjesën më të madhe i kam njoft, i kam taku dhe unë shkoj, kam edhe takime në pjesën e sporteleve gjatë ditës, ndjeku procesin e punës. Për të kthyer tek gratë, unë mendoj që gratë ngelen ma praktike se burrat edhe në zgjidhjen e këtyre problematikave, qoftë edhe me kontaktit me njerëzit kanë atë aftësinë për ta menaxhu situatën, ndoshta edhe pak më lehtë. Kështu që ngelen prapë gjithmonë pro grave, edhe besoj që imazhi i poset prapë është një imazh pak femëror. Gruaje, absolutisht, ke shumë drejt. Keshi, besoj e mbyllëm këtë diskursin për ke shumë për të thënë, normalisht unë të uroj që punosh edhe të rrinin si në anën e shërbimit, pa anën dhe modernitetit, modernizimit të drejtorisë dhe postës shqiptare në kulmet e zhvillimit. Të që ajo që më të edhe për aplikacione gjë e mirë. Pra duhen shkuar në kontrolin e shërbimit sa më të mira edhe në sportel, por njëkohësisht edhe në drejtimin e teknologjisë. Tham këtë tash, edhe duke të uruar edhe punë të marrë, ke drejtoresha e postës, bisedojmë pak për kesin e politikës, edhe po bëj një prezantim të vogël unë. Sigurisht, duke pasur interviste të tjera, e di që ti je një socialiste e vjetër duke qenë vajzë e re. Sepse ke filluar e vogël në aktivitetin me Freshin. Pra, je rritur politikisht që e vogël në rregullat edhe në sistemet që Partia Socialiste afron dhe ka në këtë drejtimi. Pra, je shkollë e Partisë Socialiste në modernitetin e saj. Dhe sot je bashk kryetare e Partisë Socialiste, një kapërcim fantastik në kohë, keni pasur edhe urimet e mia dhe do ta kishte edhe të gjitha partitë e tjera, edhe Partia Demokratike po ta mrrinte këtë gjë. Tash kjo bashkëkryetarja e partisë edhe Kesi në këtë rast. A mund të më shpjegosh duke pas parasysh edhe emërimin zgjedhjen tënde për bashkëkryetare? Me Marianin, sigurisht. Po. Unë e thatë edhe ju, jam e re, po kam gati 10 vite angazhim politik, pra e kam filluar shumë herët.
Edhe gjatë të 10 viteve unë kam preferu që t'i ngjite me shkallën dhe të mos ngjite me ascensor në politikë. Sigurisht, mos katapultohesh kështu. Dhe i kam fillu gjitha pozicionet që nga poshtë për të arrit besoj në këtë pozicionin që është më i larti për mu, si t'jem bashkëkryetare e Partisë Socialiste të Shkodrës. Është një privilegj absolutisht, po është edhe një përgjegjësi shumë e madhe të kesh këtë status për hir të gjithë asaj që Partia Socialiste përfaqëson veçanërisht qytetin e Shkodrës. Kemi një historik jo krejt kollajt, ndër vite, dhe duke marrë parasysh gjithë ato që kanë qenë të angazhuar Partinë Socialiste që në fillimet e saja, kanë kalu periudha jo dhe fort leta dhe qenonit socialist nuk ka qenë luksi më i madh. Në Shkodër, që të kanë barazuar me komunist, jo komunista, jo bite komunist. I barazojnë dhe sot. Po, se du të nalem pak edhe te kjo. Normal. Duke ditë këtë, ne sot po e marrim Partinë Socialiste në kohë të bukura, në kohë të artë, në kohë lulesh. Edhe kemi luksin që ta menaxhojmë në një kompleks pozitiv, një panoramë shumë më të lehtë dhe shumë më pozitive. Por si për mu, si për Marianin, ngelet gjithmonë shumë e rëndësishme të mos harrojmë kurrë atë që ka qenë mrapa, pavarësisht se ne jemi tri dhe ndoshta nuk e kemi jetu drejt për drejt, po gjithmonë të u bazu tek ajo çka ne dimë dhe çka na thojnë, t'i japim edhe rëndësinë e saj edhe historisë. Pavarësisht se ne po ecim shumë përpara, edhe kjo mundësi që na është dhënë si mu si Marianit, ne jemi 2-3, jemi pothuajse moshatarë të cilët kemi nda edhe në aspekt kohor të njëjtin rrugtim politik, e kemi nisë të dy pothuajse në të njëjtën kohë. Kemi qenë shok në forumin rinor dhe sot po ndoshta trashëgojmë këtë miqësi në një pozicion tjetër, pak më të madh edhe pak më kompleks, në të njëjtën kohë dhe shumë me përgjegjësi, për të bërë atë çka ne kemi dashur bëjmë gjithmonë, që përmirësojmë ndoshta nga brenda Partisë Socialiste edhe të kontribuojmë funditës për Shkodrën edhe për Shqipërinë. Kesi, pa shitur mend edhe pa si them tash. Pa i dhënë vetit shumë të në Shkodër, të gjithë kryetarët e Partisë Socialiste duke filluar mas viteve këtë 91, 92 kam pasur një intervista. Intervista me shkrim, ose kur doli televizioni, edhe në televizion, duke filluar nga 99. Unë e njoh se si ishte situata në Shkodër. Sigurisht edhe ngarkesë, edhe punën që nga bërë. Edhe punën për mirë, po nga herë edhe dobësitë e Partisë Socialiste. E njoh përpjekjet e mëdha që janë bërë, absolutisht përpjekjet e mëdha, sepse Shkodra ishte e ngarkuar politikisht. Ishte ngarkuar sepse Kesi ti e di shumë mirë, je vajzë e zgjuar edhe vajzë që i di shumë mirë të punë. Shkodra është një nga vendet më të rrahura, nga më të coptuara, nga më të dënuara, nga po themi, nga diktatura, nga komunizmi. Por Shkodra është edhe nga ato që ka pasur edhe komunistat më liberal në gjithë Shqipërinë, sa në Vlorë thoshin kujdes se ka një kur pranoheshin parti, kujdes se ka një motër të martuar në Shkodër. Pra, konsiderohesh e tillë. Shkodra ishte një laborator politik dhe gati alkimie dhe asaj kohe. Pra, i njoh edhe vështirësitë, i di. Të gjithë kryetarët e partisë, edhe njëkohësisht e formën e njoft edhe këshillet bashkiake, edhe antarësinë e tash ka ardhur një moment që kjo parti drejtohet nga 2-3, dhe kjo për mua është një nga rritjet më të mëdha që ka. Si e shikon këtë trashëginit lidhur me projektimin që ke dhe sidomos me tri duke respektuar edhe të vjetrit. Dhe dy pyetje janë. Kush ishte fjalë miri, ose ai që vendosi për këtë punë, ose ata që vendosën për këtë punë, dhe si u pritën edhe nga këto mosha më e vjetër, mosha ime, ose pak më e vjetër, ose pak më e re se sa unë. Partia Socialiste vitet e fundit po i promovon shumë trit dhe nëse ky promovim shumë e qartë. Në disa hapësina ndoshta ngelet thjesht promovim, besoj se këtu në Shkodër është shumë konkret. Efekt, po. Dhe është i prekshëm. Ardhja jonë në drejtimin e Partisë Socialiste është mesazhi më i madh që ne po japim sot rive Partisë Socialiste, po dhe jo vetëm. Që nëse ti je një njerëz i cili do të kontribosh në mënyra të ndryshme, jo detyrimisht tek partia, po je shumë i mirë në atë që bën për diçmërinë tënde, ty t'jepet mundësia që të promovohesh edhe në këto hapësina, siç është edhe politika. Edhe duke marrë ndoshta edhe parasysh të vitin e fundit, nëse ishte një vit që ne kalum zgjedhjet, edhe në listat për deputet, Shkodra pati një mesatare relativisht të re të moshës. Kështu që
për Shkodrën besoj po vi mesazhe konkrete që fokusi është te të rit. Ky mesazh absolutisht vjen si nga kryetari i Partisë Socialiste të gjithë Shqipërisë, njëkohësisht edhe kryeministri Edi Rama që këtë po implementon në gjithë Shqipërinë, po këtu në Shkodër edhe drejtuesi politik këtë po e bën shumë më konkrete dhe më reale, qoftë në përzgjedhjen bashkë me kryetarin e partisë të listës për deputet, njëkohësisht edhe në mundësinë që na është dhënë si mu si Marianit dhe na është besu drejtimi i Partisë Socialiste. Ky është një vendimarrje që vjen absolutisht nga kryetari i partisë, zoti Rama, por edhe mbështetur nga drejtuesi politik, në qenë se ai është përfaqësuesi, le të themi, më i madh i Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës. Dhe si për mu, po edhe për Marianin besoj është një vlerësim shumë i madh që ne na është besu kjo gjallë dhe jemi mirënjohës për besimin që na është dhënë si nga drejtuesi politik ashtu dhe nga kryetari i partisë zoti Rama. Të vjetrit, si ju pritën? Ju falenderuan, ju panë me skepticizëm? Them të drejtën, ditën kur na është... Ose ata që janë qendrestarët, ata që e kanë prur Partisë Socialiste deri këtu? Ditën kur si mu, si Marianit, na është thënë që ju do të jeni drejtuesi të ri të Partisë Socialiste, Diherë ju nuk e priçit. Ishte shumë surprizë. Ne mendojmë se ishim një takim rutinë, siç banim gjithmonë dhe na ofru dhe ishte një surprizë cilën as tonë as Mariani nuk e kemi pritur dhe u surprizom realisht shumë dhe në të njëjtën kohë pas kësaj surprize erdhi ajo pesha e madhe e pozicionit. Ju shtypin në ato momente. Dhe ishte brenda njëjtit fraksion momenti që ndoshta dikush e pret me shumë egzaltim, po si për mu si Marianin erdhi patjetër, ti gëzohesh për vlerësimin që t'jepet, por ti e ndjen peshën e gjasë me njëherë. Edhe deri pas një jave kur ne u prezantuam në strukturat e partisë, gjatë kësaj jave kisha ato të frikat e mia, dyshimet që si do pritemi, duke qenë se ne jemi dy të ri, edhe ndonjëherë është mosbesimi, skepticizmi, ndoshta ka dhe më të rritun se ne që kanë shumë më shumë kontribute se ne. Se ne, jo ata, ose si do na presin. Ishtin këto frikat, për surprizën teme të mirë, po edhe të Marianit, reagimi ka qenë shumë pozitiv. Edhe besoj që strukturat e partisë kanë pa një gjithë përfshirje tynen tek të dy ne, edhe besoj se gjithë mund të gjejnë sa do pak veten si tek unë, si tek Mariani. Po du të them edhe këtë që ne me batut e thojmë gjithmonë që unë e Mariani jemi lind me trëndafilin dorë, edhe gjatë gjithë kësaj kohe jemi mundu që kemi ato kontributet tona. Pastaj jeni rrit bashkë, kështu në këtë lloj forme, Partisë Socialiste. Po. Qartë. Dhe besoj që impakti paktën në dukje ka qenë pozitiv. Dhe shpresoj që ne t'ja shpërblejmë edhe këtë pozitivitetin e mikpritjes që strukturat na kanë dhënë të dyve. Shkodra e sotme, bashkia e sotme e Shkodrës, Benet Beci, dhe Partia Socialiste e Kesit dhe Marianit. Partia Socialiste, po e filloj nga fundit, Partia Socialiste është gjithë... Sigurisht nuk është e Kesit e Marianit, është një gjysmë provokimi i vogël. Ngelet e gjithë dhe është një derë hapun për gjithë ato që duan të bashkohen edhe si për ato që janë pjesë e strukturave dhe janë pjesë një grup aktiv i Partisë Socialiste, por ne jemi shumë mikpritun edhe vazhdojmë të jemi shumë të hapur për gjithë ato që, sidomos të ri që shikojnë veten pjesë të Partisë Socialiste. Joshni apo vinë vetë? Ka një, fatmirësisht, kote fundit ne po shohim një vetë ofrim shumë të madh. Ndoshta se Joshja më e madhe që po i vjen të rive për t'ju atashu Partisë Socialiste. Është ndryshimi i Shkodrës? Çfarë shikojnë ato? Ndoshta besoj si fillim është edhe ky mesazhi që po jepet që ju po drejtohet, gjithë partia po drejtohet nga 2-3. S'keni pse ju të rini larg. Gjatë ti rrugtimit e kanë fillu duke u angazhu me pozicione shumë të vogla, edhe sot arritën këtu. Me pozicione bazike, të cilat shojnë pastaj në... Pra, nëse ti je shumë i mirë në atë që bën, t'jepet kjo mundësi. Edhe të rit po e shikojnë si një mundësi që nëse ti kontribon, si te partia po dhe jo vetëm, ti ke mundësi të promovohesh. Dhe kjo besoj është joshja më e madhe që po jepet të rive dhe vjen si formë besimi konkret, real, që nuk ngelet vetëm fjalë, po është i dukshëm. Për të kthyr tek Shkodra e sotme, unë mendoj që
Shkodra sot me patjetër man emrin e Mehmet Becit edhe po jeton kohën më të mirë që Shkodra këto vitet e tranzicionit ka jetu ndonjëherë. Shumë e prekshme dhe shumë e dukshme, jo vetëm nga qytetarët, po edhe nga ato që vinë nga jashtë dhe shikojnë Shkodrën transformuar në një dimension krejt tjetër nga ajo çka Shkodra ka qenë. Edhe besoj që gjithë qytetarët, edhe ato që ndoshta nuk e thojnë apo thojnë të kundërtën, thellë në vetvete e dinë që Shkodra nuk mund të ishte, patjetër ka gjithmonë hapësim për përmirësim, po për kohën nuk mund të kishte një mundësi më të mirë se kjo që është sot për të jetu. Investimet që po bëhen në Shkodër janë kolosale. Në duket si kanë tjerë ndërtimit dhe ndoshta kjo jep edhe atë impaktin që të problematikave, por ky kanë tjerë ndërtimi ka kohën e vet. Pastaj kush punon edhe gabon, problemi është se punohet. Problemi është se bëhet punë. Punohet edhe gjithë ato marrin parasysh që ne flasim për 2 vjet kohë. Dhe në ato 2 vjet shtrirje kohore janë bë punë të mëdha, punë që janë jo vetëm të dukshme, por edhe në aspektin funksional kanë përmirësuar cilësinë e jetesës qytetarëve. Edhe kjo është e dukshme dhe kushdo që edhe nuk e pranon, besoj që thellë në vetveten e tyre e dinë që kjo është më e mira. I lexoni këto kritikat e kundërshtarëve politik, ose po themi opozitës, po kundërshtarëve politik. Ju nuk keni armiq politik, besoj. Jo. Nuk shpallni armiq. Tratare këto gjëra nuk shpallni. Unë besoj se politika majoranca si e qoftë edhe opozita në thelb kanë një qëllim përbashkët. Jo, e keni teorinë e partisë për shembull me shpallni tratar ose titoni që jenë shërbim këtij ose shërbim atij. Unë personalisht po ndoshta edhe në emër të partisë po flas që e shikojmë si një mundësi të mirë bashkëpunimi, nëse ato evidentojnë diçka që ka hapësirë për përmirësim patjetër. Ja ndiqni akuzat që bën Partia Demokratike në rrjete kryesisht. Ne kemi njerëz që merren me pjesën e menaxhimit të rrjeteve sociale dhe që na bin. Se brenda aty në akuzave mund të ketë fantazmagori, po mund të ketë edhe të vërteta, mund të jenë edhe gjëra të vërteta. Ne na vijnë njoftimet, të cilat ne analizojmë dhe i konstatojmë. Fatkeqësisht pjesa më e madhe janë akuzat pa vërteta, ka një bazë jo shumë reale apo një realitet të transformuar në interes të favorit politik, por detyra jonë është nëse ka diçka të vërtetë absolutisht të ndikojmë për përmirësimin e saj me gjithë mekanizmat e mundshëm dhe në të kundërt nëse gjëja nuk është e vërtetë të tregojmë të kundërtën. Keni zakon që të përgjigjeni apo i neglizhoni? Në kaq shkosa unë kam qenë nuk kemi pas reagime publike. Më përpara patjetër ka pas reagime publike nga selia e partisë, por nëse do të ketë hapësinë për një deklaratë kundërshtuese apo jo, patjetër pse. Keqi, gjysmë provokative janë këto pyetje, po ti bëj si të duash. A ju vjen mirë kur, për shembull, ju bëjnë në vërejtje pse po vonohet kjo punë? Mund ta kishin bërë ata punën, nuk e kanë bërë, po kur e bëni ju thonë pse u vonu kjo punë. Ju vjen mirë për këtë punë me të teatrit? Nuk besoj se dikujt I vjen mirë, sidomos për ato që punojnë edhe merr kritikat të saj natyre, nuk besoj se është mundësia më e mirë se në njëjtën kohë edhe merr një farë zhgënjimi të thunë fundit në gjithë këto po e bëjmë për gjithë bashkë, po edhe për masën edhe kjo çësia po është shumë minimale dhe është shumë deri diku partijake apo individuale njerëzve por unë besoj që ne jemi popull që e kemi ndjesinë e kundërshtimit gjithmonë. Edhe këtu ose kur bin për shembull shumë shira ose ka një ortek të vogël edhe prishet në urë, sigurisht nesër bëhet ura, por del një video që thotë çka u prish ura, bashkia filanit si më thanë orna I ka urat e prishura. Ju merret teatri për këtë punë apo e shikoni më me, si më thanë, më me, si të me kalorësi, tregojeni më kështu. Më vjen mirë që dole ndoshta edhe te kjo ujnave, është bën një investim kolosal në kolektorin e Shkodrës edhe për gjithë ne që aksesojmë qendrën. Bile mungote komunikimi me dy kolektorëve. Po, dhe më thënë, ishte një investim I bam në kohën më përpara dhe ishte vendos kolektori dhe nuk ishte lidh, pa ishte jashtë funksionit komplet. Është bën një punë kolosale, marr shembull kolektorin se më dole tek shirat e kurat. Punë kolosale nga drejtoria e ujësiasit dhe kanalizimeve në Shkodër për kolektorët dhe kushdo që ka dalë ditë që pat me të shirave në Shkodër para pak javëve edhe e ka pa realitetin,
e din se si është realiteti. Pra e kisha fjalën, ka shumë e qartë. Lidhun me këtë, prapë mu më vjen keq për, ndoshta për punën edhe mundin gjithë aty në punëtorët që kanë investu dhe kanë punu. Po shifen se i ke gjithmonë edhe në uniform të veshur, bile njëri në uniform e thotë ky s'ka vu kapelen. Pa vrejtin. Ideja është e tillë. Nga njëherë duhet me i marrë me filozofi edhe me gas. Edhe mu më pëlqen nga njëherë kryetari i bashkisë, se i kap me gas të punë. Je duke bërë një punë, mundohen edhe kjo është çështja e Facebookut, ose jo njerëzit shohin. Por problemi është që duke i marrë pak me gaz, në filozofi përgjigja i duhet dhënë atje ku me të vërtet janë malinj, janë që e kanë të keqen në sy edhe duhet janë shpërdajnë edhe tjerët. Se bëjnë një vrejtje kështu, nuk është një. Ajo nuk është një problemi madh, nuk ka një gjatë keqe për mua. Ose kur është një vrejtje e saktë, patjetër që duhet marrë në konsiderat. Për mua është e rëndësishme që në fund të ditës të përmirësohet cilësia e jetës, për mua dhe për gjithë ne, edhe unë në këtë raste puna flet më shumë se fjalët, edhe Nena ngelet me fol me punë edhe jo me fjalë. Në shtrirjen bazë në Partinë Socialiste, në shtrirjen kapilare, në organizimin e saj, çfarë fryme mund të bëni ju? Kush është fryma e re e juja edhe kush janë këta patronazhistët që e keni kështu si zakonisht nga partia tjetër thotë patronazhist. Sigurisht patronazhistët unë e di se kush janë edhe në vendet huaja, kam qartë edhe në Itali edhe në Francë kush janë ta, edhe bile rreth e përqarkënisht. Po për ju, çfarë janë edhe si veprojnë? Ose organizimi kapilar ju, organizimi në ato që konsiderohet bazë. Ne me Marianin që kur kemi marrë detyrën, gjaja parë që kemi bërë ka qenë rifreskimi dhe riorganizimi i atyre që ne quajmë Zazë, ku kemi ndru gjithë koordinatorët e Zazëve të Bashkisë Shkodër, dhe kemi sjell me një kriter që të ndrohen gjithë edhe gjithë jenë figura që nuk e kanë bërë pozicion më përpara. Në mënyrë të tillë që për t'i dhënë mundësi edhe të tjerëve që vinë nga rrallë të partisë kenë këtë pozicion edhe të tregojnë veten në atë pozicion. Në veprimtarinë e tyre aty. Njëjtën kohë për të dhënë një frym të re dhe për të sjell një qoftë edhe në imazh një dukje të re. Por kjo është e reflektuar edhe në praktik. Ato ne kemi lënë kohën e tyre dhe gjatë këtij muaji po vazhdojnë të bëjnë takime me bazën, me atë që janë kryetar të OS-ve dhe me drejtuesit të OS-ve që janë qeliza e gjithë Partisë Socialiste, jo vetëm Shkodrës, por gjithë Shqipërisë, në mënyrë të tillë që të shikojmë ku ka hapësinë për përmirësim, ku ka hapësinë për ndoshta një bashkangjitje kryetarit apo ndrim kryetarit për t'i dhënë mundësi që gjitha këto qeliza të vogla në tërësinë e gjithë strukturës të jenë vitale dhe të jenë reale, konkrete. Jam shumë dakord që ka boshllëqe në gjithë këtë panoramë, por vendosmëria drejtuesit politik e jemja dhe e Marianit dhe koordinatorëve të Zazëve është e madhe që ne të bëjmë një punë shumë të mirë në kompleksin asaj që Partia Socialiste përfaqëson në Shkodër dhe jo vetëm. Sa i përket patronazhistëve, edhe për Partinë Socialiste ngelet e njëjta filozofi siç është për të gjithë partitë e tjera edhe në botë funksioni patronazhistit. Përdoret një konotacion politik negativ, por le të ngelet i atillt patronazhisti jon tjetë krenar që është patronazhist. Si ai francezi, si ai italiani. Të mos ndjehet i nuk i bin nesh kushtetutës, nuk i bin nesh për sa kohë që ato bajnë një gjë që është krejt brenda komfort rregullave, komfort ligjeve të shtetit shqiptar, nuk ka asnjë gjë problematike, përdoret në konotacion negativ thjesht përdorim politik. Një personit, por një partije. Nuk është diçka problematike dhe le të vazhdojë të përdoret si atill, nuk përbën problem. E fundit, Kesi, doktoresha, profesioni, familja. Babi, mami. Profesioni e thash, vazhdoj të jem aktive, vazhdoj njeki qoftë edhe konferenca për kundrejt profesionit, nuk du të shputem, pavarësisht se për momentin hapësina është pak më e limituar për kundrejt profesionit, por unë nuk e kam investuar të them drejtën shumë në arsimin tim si universitar ashtu dhe në master për kundrejt profesionit edhe nuk du ta hell poshtë mundin që unë kam bë për të arritur ku jam edhe nuk është krejt e kollaj të marrësh titullin doktoresh. Normal, patjetër. Edhe t'jepet mundësia për të punuar si doktoresh, kështu që unë nuk kam mend ta humbi, pavarësisht gjithave dhe mundohem ta mbaj fort mos të shputem. Familja po përjeton edhe ajo ngarkesën teme të gjithë kësaj gjaje, duke qenë se unë bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë,
edhe mbrenda ditës duhet ndahem në shumë vende, është reduktuar edhe koha që kaloj me familje. Thonë, ku je me vajza, Po ta kemi harru ftyrën, edhe nollë që, ose thot shqyqyr që të shohim rrjetet sociale. Edhe s'ka fajë, normalisht. Edhe nollë që ndoshta edhe kur jam në shtëpi, thjesht du të shkputem edhe t'jem të rinë qetësinë time, thot mirë thot që jeni në shtëpi, po as nuk na begenis me najt me ne. Janë këto, por ndoshta ajo që unë ndjej pak kështu si ndjej pak keq veten, është gjithë ndoshta vëmendjen edhe sulmin që momente caktuar e kam unë për hir të gjithë këtyre pozicioneve, ato e kanë ndjeshmërinë pak më të lartë se unë jam pak më e ftohtë, edhe nuk i jap shumë rëndësi gjasku, nuk është e vërtetë. Është për kujdesja e prindit. Është instinkt besoj prindror, edhe janë ndoshta më vigjilent edhe më të ndjeshëm, edhe kjo është ndoshta pengu që kam unë në gjithë këtë, por përpiqem që t'i them që rrini larg gjithë kësaj, sepse kur je një pozicion deri diku publik edhe politik, kjo është pjesë e gjithë kësaj, nuk ka vetëm fjalë bukura dhe urime. Pavarësisht se mami jam e thot gjithmonë që s'ka arsye pse me të shoh, por nuk e limitoj. Facebookistat kanë gjithmonë arsye me të shoh, do dalin sigurisht. Kesi, të falenderoj. Falenderoj për kohën dhe për bisedën e këndshme, të falenderoj për punën që i bën. Të tre punët që bën. Dhe koha është e jotja. Ti du t'i bash, da shfrytëzosh atë kohë. Nuk mund ta lesh ti mrapa, do të bësh një garë me kohën, se s'bën. Të uroj gjithat mirat. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më dhat. Faleminderit. Miqtë on televizion, miqtë on tok. Ky ishte takimi me Kesin, ju jap takim premten tjetër. Natën e mirë.